الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلاة وتسليما كثيرا أما بعد ولقد قال الله عز وجل في تنزيل الحكيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. S'ka dyshim se të gjitha falenderimet, bindjet në nështrimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, Allahun krijuesin e universit. Atë falenderojmë për atë ndihmë dhe falje, kërkojmë mbrojtje për Allahun të lartë madhëruar prej çdo të keqe që kemi punuar me vetë tona. Atë të cilin e udhëzon Allahu Azza wa Jall në këtë rrugë madhështore, nuk ka askush që ta largojë nga ky udhëzim hynor madhështor. Dhe të cilin nuk zbret udhëzimi Allahut Azza wa Jall, nuk ka askush që ta orientojë dhe drejtojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut Azza wa Jall, dhe vërtetoj dëshmoj se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë më të mirën e krijesave, mi familjen e tij të ndershme, mi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar musliman. Një sëmundje që fatkeqësisht sot na ka prekur ne si musliman është sëmundja e zemrës tonë në raport me Allahun Azza wa Jall. Është sëmundja e zemrës në raport me krijuesin e gjithësisë. Pra është sëmundja që nuk ka pasur ndonjë frakt ose ndonjë sëmundje ritmike, po thjesht në raport, siç tham, me krijuesin e vet, me Allahun Xhele Xhelalu, pra me zemrën që nuk është e shëndosh me ibadetin, për zemrën që mund të jetë shkaktare që robi ta humbi këtë botë, dynja dhe botën tjetër. Prandaj sot do të tregojmë që secili prej nesh të shoh se bën pjesë tek zemrat e sëmura apo ka nga këto simptoma të zemrave të sëmura. Nëse e gjen zemrën e tij në pikat që do përmendim, atëherë ai duhet patjetër që të ndryshojë. Dhe patjetër që duhet të zbatojë këshillat që ne do të përmendim, duke marrë dhe përdorur ilaçin dhe kurimin e duhur. Zemrat e sëmura, nderuar besimtarë dhe besimtare, në trajtën të vdekura janë zemrat e pabesimtarëve dhe të munafikëve, hipokritëve, ndërsa zemrat vetëm të sëmura janë ato zemrat e njerëzve mëkatar. Janë zemrat e mëkatarëve. Është musliman, mirë, por nuk i kryen obligimet e veta siç duhet ndaj Allahut Azza wa Jall. Si për shembull, kur njeri e ka kapur sëmundja e gripit, për shembull, e ka kputur trupin, e ka lodhur shumë, nuk i vjen për të bërë asgjë, është i dobët. Dhe kështu është edhe zemra e sëmur, është neglizhente ndaj urdhrave të krijuesit të vet. Prandaj, për zemrën e sëmur, kanë thënë dietarët, është ajo zemër e cila bie në kundërshtim me urdhat e Allahut. Edhe pse e di një çështje të caktuar, apo e di një çështje që është ndaluar, apo ajo çështje e shkel ndalesën e Zotit, ai e neglizhon këtë urdhëresë dhe nuk i bën përshtypje fare
Bile me kalimin e kohës, kjo zemër e sëmur adoptohet, mësohet me gjunafin e vetë që e bën, pra mësohet dhe i bëhet zakon, mësohet me mos faljen e namazit, mësohet me mos mbulimin e aureteve, mësohet që njeriu të pi alkol, mësohet mos ta japi zekatin kur ai i plotson kushtet e dhënës zekatit, pra nuk janë ndjen fare ndaj asaj që është i urdhëruar. Ai që e ka mundësinë për ta dhënë zekatin, nuk e mendon që Allahu ja ka dhënë pasurinë, ai nuk e jep. Kjo është zemër e sëmur. Nuk i bën përshtypje se vjen muaji i Ramazanit dhe nuk agjiron. Nuk e ka dert, siç tham, se pin alkool, apo se e shet atë, apo e blen në servir atë, punon tek gjërat e ndaluara. Pra të gjitha gjërat që kundërshtojnë ligjin e Zotit, asaj zemre që është e sëmur, nuk i bën përshtypje fare. Po përkundrazi, shohim që krenohet me gjunafin e vetë që e ka bërë. Dhe kjo është shumë e rrezikshme, nderuar vëllezër dhe motra. Pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith të saktë, kullu ummetin muafa. Çdo bir i Ademit ose çdo pjesë e umetit tim ka për ta falur Allahu azza wa jall. Tu bëhet fjalë për besimtarët musliman. Illa el mujahirun, ka thënë. Përveç mujahirunve. Kush janë ata? Janë ata të cilët e bëjnë gjunafin dhe e shpalosin atë. E shpalosin, e bëjnë publike. Dhe këta Allahu nuk ka për t'i falur. Allahu ta ka mbuluar mëkatin o robi Zotit, sepse njeriu është mëkatar. Ti mos e zbulo atë, e bën gjatë natës dhe e zbulon gjatë ditës. Dhe lavdërohen me mëkatin e vet, krenohen me mëkatin që e kanë bërë dhe u tregon njerëzve. Këta njerëz Allahu nuk i fal. I lën anash ditën e gjykimit, Zot na ruaj. Prandaj mëkatet kur mos i tregoni, nderuar vëllezër dhe motra. Mundoni që t'i largojeni atyre, por asnjë prej nesh nuk do ngel pa mëkate, po mos i tregoni. Mos thoni si thojnë ca mendje let, kur i din Zoti, le t'i din dhe krijesat. Jo, nuk është kështu. Njerëzve mos u tregoni gjunahet e tuaja. Lërni ato mes jush dhe Zotit tuaj, sepse kështu është më mirë. Sepse nuk është mirë t'i din të tjerë mëkatet e tua, se Allahu azza wa jall fal, kurse njerëzit nuk falin. Pra Allahu azza wa jall fal, ndërsa njerëzit janë të pamëshirshëm dhe ta përmendin të kaluarën tënde. Prandaj zemra e sëmur me kalimin e kohës i përshtatet gjunahit dhe nuk e ndjen fare se është duke e bërë gjunah. Zot na ruaj. Po ashtu zemrat e sëmura fillojnë dal nga dal të ashpërsohen. Nuk është zemër e butë. Nuk është zemër që ka rahmet, ka mëshirë. Ndërsa zemrës sa ashpër i umbet rahmeti, e shefi njeri nevojtar, një fukara që është në pikun e hallit, nuk i bën përshtypje se kjo e ka zemrën e sëmur. Apo e shef dikë që bën një gabim madh, nuk e këshillon për hir të Allahut në mënyrën e dur, pra nuk ndjen. Këto zemra bëhen siguri, siç e përmend Zoti Xhele Xhelalu në Kur'anin Fisim, ku thot: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa." Pra ato zemrat që janë të ngurta, janë të sëmura, edhe pas fakteve të qarta që ju vinë, ato zemra u bën të forta si guri, po edhe më të forta se guri. Pra bën më të forta se guri, nuk ndjenjë. Bile ndonjëherë e shohim reagimin e zemrës sëmur, ku e merr si krenari kryen e gjunafit, siç tham, Zot na ruaj, dhe Allahu thot: "Akhadhatul izzatu bil ithm." E kap krenaria me gjunaf, e kap krenaria me mëkatin që është duke e bërë. Dëgjon lloj-lloj tekstesh muzikore që sot na servirin, që edhe shirk kanë të brenda, duke adhuruar djallin shejtanin. Lloj-lloj sektesh na kanë si tekstesh
me kanë sjellë në ditët tona ku lavdërohet shejtani apo madhërohet, ti e dëgjon dhe e ndjen dhe bëhesh krenar për të, Zot na ruaj. Kjo është shenjë për shenjave të zemrave të sëmura. Po ashtu, shenjë e zemrës së sëmur, vëllezër dhe motra, është mungesa e përsosmërisë në adhurime. Nuk tregon kujdes për namazin. E falet e si roboti, 2 minuta i ke fal 10 rekate. Nuk është falë namazit në atë mënyrë. E bën sa ta heqi qafe se ka një barë mbi shpinë që do ta heqi. Pra i fal për 30 sekonda 4 rekate. Apo namaz teravi i fal për 5 minuta të gjithë. Në ato xhamia që falen 20 apo në ato xhamia që falen pak. Pra, kjo është shenjë e zemrës së mur. Sepse kur njeriu nuk ndjen dhe nuk i bën përshtypje se çfarë është duke bërë, atëherë është zemrës së mur. Apo tjetra, namazin e falim me përtesë, siç thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, idha qamu ila salati qamu kusala. Kur ata bën gati për falu namaz, ata janë dembel. Pra janë dembel. Duhet kemi kujdes se mund ta gjejmë veten në një nga këto pikat që po përmendim, apo në këto pika që kanë sqaruar dietarët. Pra gjithë secili prej nesh, nëse sheh që na u ka mërzitur ibadeti, duhet ta di se ka filluar ta kapin simptomat e zemrës së mur. Prandaj, në këtilla raste, duhet ta marrësh veten në llogari, që mos ta lejosh të arrish atje, te kjo që përmendëm. Zemra e së mur është ajo zemër që ka frikë se e shikojnë njerëzit. Pra e vret opinioni njerëzve. Dhe nuk friksohet nga frika Allahu xhele xhelalu. Kjo është e rëndë. Një njeri që e ka zemrën e së mur e sheh që brengoset me çështjet e dynjas dhe me çështjet e ahiretit, nuk brengoset fare. Për shenjave të zemrave të smura është se Allahu azza wa jalla nuk e përmendin hiç. Siç thot Allahu azza wa jalla në librin e tij fisnik, "Wala yadhkuruna Allaha illa qalila." Pra ata e përmendin Allahun fare pak, shumë pak. Sa herë përmendim ne Allahun xhele xhelalu në ditë? Sa herë? Kur ne kemi përmendur në ligjata e tjera që dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më pakta e të paktave ishte që thoshte 70 herë astaghfirullah në ditë, apo më pakta e të paktave në transmetim tjetër 100 herë në ditë. Po ashtu zemra së mur, siç tham, nuk hidhrohet kur nuk i kryen urdhrat e Allahut, apo kur i shkel urdhrat e Allahut. Një person në familjen tonë është neglizhent në këto dhe përgjegjësit e asaj familje nuk janë ndjenë se e vlati fëmia po merr rrugën e gabuar. Nuk janë ndjenë se e vlati nuk po i kryen obligimet e mëshiruesit. Pra nuk e këshillon që të ndalosh në e këqia. Më e forta është se të kundërshton dhe ti nuk reagon ose nuk të bën përshtypje hiç dhe thot edhe shif punët e tua. Edhe njerëz e dijes sot nuk respektohen. Nuk ju jepet haku që i takon. Bëjnë vetë si hoxhallar ato që i kanë zemrat e smura. Prandaj Zoti na ruaj të nderuar vëllezër dhe motra dhe të kemi shumë kujdes sepse zemra po adoptua me këtë sëmundje. Ajo do bëhet sterezez dhe do jetë shumë rrezik për poseduesin e saj, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë në një hadith të saktë, "Ela wa fi jasadikum mudgha", a nuk ndodhet në trupin tuaj një copë mishi. Idha salahat salaha jasadu kullu. Nëse ajo copë e mishit përmirësohet, është e shëndosh, është e mirë, atëherë i gjithë trupi i njeriu është i shëndosh dhe është i mirë. Wa idha fasadat fasada jasadu kullu. Dhe nëse ajo prishet, ashpërsohet, atëherë
edhe trupi i njeriu prishet dhe ashpërsohet, sëmuret. Ndërsa mëkatarit që nuk është i kujdesshëm, që e ka zemrën e sëmur në trajtën e plot, i shënohet gjithmonë në një pikë e zezë në zemrën e tij, siç ka thënë i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo mëkat që ai e bën, i shënohet një pikë e zezë. Dhe derisa i mbushet këtë zemra, dhe i bëhet stërë e zezë. Dhe është ajo zemër që ne po përmendim, dhe nuk ndjen me asgjë. Nuk ndjen ndaj haramit që e bën, nuk ndjen ndaj mos respektit prindërve, nuk ndjen nga mos dhënia hakut jetimit, nuk ndjen nga çdo lloj ibadeti e adhurimi, pra është bërë stërë e zezë shkaku i asaj. Prandaj gjithmonë duhet t'i bëjmë llogaritje veteve tona. T'i kërkojmë llogari se mos kemi ndonjë nga këto shenja që përmendëm, se është rrezik i madh nderuar vëllezër dhe motra. Prandaj elus Allahun azza wa jall na i shëroj, na i pastroj zemrat tona. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu li wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dhikrin hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Padyshim që gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun azza wa jall, dhe paqja dhe bekimet e Allahut subhanahu wa ta'ala qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, zemra duhet të jetë e shëndosh, sepse zemra e shëndosh ju jep përparësi të tjerëve përpara vetes vet. Shembulli kemi banorët e Medinës, se si janë sjellë me banorët e Mekës. Pra, Medinasit u quajtën Ensar, pra ndihmuesit, ndërsa Mekasit, të cilët u shpërngulën nga Meka në Medinë, u quajtën Muhaxhirun, sepse bën hijret, emigruan nga Meka në Medinë, për shkak të maltrajtimeve që u bënin kundërshtarët e Allahut azza wa jall. Dhe këtu dolim pa bujaria e madhe, zemërsia e madhe e ensarve që ja kushtuan Mekas dhe muhaxhirunve, dhe e kemi një shembull të mirë prej sahabit nderuar i cili e mori një familje prej muhaxhirunve dhe i tha, unë kam 2 shtëpia, një shtëpi po e mbaj vete për fëmijët e mi dhe një po ta jap ty për hir të Allahut. Unë tha, i kam 2 baçe me të korra të mbjella, një po e mbaj për vete dhe një po ta jap ty për hir të Allahut azza wa jall. Pra zemra e shëndosh e bën këtë gjë. Përsa zemra e sëmur nuk ndjen fare, siç përmendëm pak më parë. Pra kush prej nesh i jep përparësi të tjerëve para vetes? Cili? Askush. Këtu shihet imani, këtu shihet besimi jon. Sa e kemi zemrën të shëndosh, me keqardhje po e them që shumica prej nesh, duke filluar nga unë i pari, nuk e çojnë në mendje ta bëjnë gjë të tillë, siç e shohim këtë që e kanë bërë pra të parët tanë të mirë, pra sahabët e nderuar dhe umkot i dërguari i Zotit sallallahu alajhi wasallam i quajti brezi më i ardh që ka ardhur mbi sipërfaqen e tokës, ashabi ken nujum, shokët e mi janë si yje, ka thënë i dërguari i Zotit, prandaj ndiqni secilin yll dhe ju do jeni në rrugë të drejtë. Prandaj mundohuni që ti pastroni zemrat vëllezër dhe motra. Dhe në ligjat e ardhshme inshallah të flasim për zemrat e shëndosha. Pra pikat që i sqarojnë dietarët, se cilat janë ato zemra të shëndosha
dhe si duhet jetë zemra e shëndosh e shëruar pra në raport me Allahun Azza wa Jell. Kjo është një temë e madhe, po koha që kemi në dispozicion nuk na tepron, nderuar vëllezër dhe motra, s'dua që t'ju harxoj edhe nga koha juaj e çmuar. Prandaj lutim Zotin e plot fuqishëm ta i pastroj zemrat tona nga këto çka përmendëm. Ti bëj zemrat tona të ndjeshme si të zogut. Ti bëj zemrat tona të bardha, jo të zeza. E lutim Allahun na bëj banorëve të xhenetit më të lartë, xhenetit Firdeus. E lutim Allahun të ndihmoj muslimanët dhe muslimanët në mbar botën që janë nevojtarët, skamnorët, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahidun ya qahhar faghfir lana ajma'in